nuk do të përfitojmë ndonë se disa masa u hoqen nga Bashkimi Evropian, por ne nuk e dim nëse nesër nuk do të rikthehen ato sanksione që i patëm ma herët, pra është bërë pengesë jo vetëm për integrimin e Kosovës në organizma dhe organizata ndërkombëtare, por edhe për zhvillim të brendshëm, sepse e gjithë vëmendja po bëhet tek dialogu, ne ende kjo qeveri sa po u formua, cilat ishin veprimet e para që i bëni? Shkoi Kurti në Francë u taku me Macron. Cila ishte çështja që u diskutua? Pra, prej Kosovës pritet për të tregu seriozitetin e saj si shtet, dhe serioziteti tregohet kur ti ju del në ball marrëveshjeve që për cilat i pajtu. Kosova është pajtu, cilat qeveri tash pa ka rëndësi. Nga sytë e ndërkombëtarëve shihet Kosova, dhe kushdo që është në krye të institucioneve, do i kërkohet që ti zbatoj ato marrëveshje për cilat tashmë ka rënë dakord. Çështja tjetër përveç asociacionit, çfarë do forme të qoftë ajo, po duhet të gjendet një mënyrë për që edhe serbt e Kosovës të jenë të pajtohen, në mënyrë që pastaj ne të vazhdojmë tutje. E dyta, siç thash, në mendimin tim është energjia, dhe për mua, bile individual, si personalisht, unë do ta veja ndoshta të parën si prioritet, por pothuajse asnjëherë nuk i ndëgjojmë subjektet politike të flasin për to, por është arsimi. Nëse ne duam të ardhmen e mirë të ndryshme këtij vendi, edhe këtij populli, ne duhet të investojmë seriozisht në arsim. Dhe deri me tani nuk kemi pa një qasje serioze, madje të asnjëherë qeveri dora në zemër. Po më spaku të kësaj të fundit, nuk e di nëse Hajrullah Çeku ka ndonjë vizion, sepse të paktën mendoj se do të ishte dhe është ministër më i mirë se Arbriana Agavci, e cila veç për arsim s'ka pas, falni për shprehjen, po haber s'ka pas. Nuk ka pasur, thoni? Absolutisht jo, më tregon një rezultat. Përveç që e ka bo krejt lamsh këshillin e lartë drejtues të Universitetit Prishtinës, apo ka intervenuar në madje edhe në ndarje titujve e punësime në